Drejtoria Hetimore Antimafia e Barit dhe autoritetet shqiptare me ndihmën e zyrës së Interpol dhe zyrës së ekspertit për siguri në Tiranë dhe policisë shqiptare, në kuadër të një ekipi të përbashkët hetimor, kanë ekzekutuar me urdhër të Drejtorisë Rajonale të Antimafias së Barit dhe Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion dhe Krimi të Organizuar në Tiranë 2 masa sigurie të lëshuara nga gjykata për hetimet paraprake e Barit dhe gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar në Tiranë, ndaj gjithsej 52 personave përgjegjës në forma të ndryshme për trafik ndërkombëtar të sasive të mëdha të substancave narkotike, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Gjithashtu janë ekzekutuar urdhër sekuestrimi pasuror në Shqipëri dhe në Itali, lidhur me pasuri të paluajshme dhe të luajshme me një vlerë prej disa miliona eurosh. Masat e sigurisë të lëshuara në kuadër të operacionit Ura, si rezultat i hetimeve të kryera nga Dia e Barit nga shtator 2021 deri në muajin qershor të 2022, kanë mundësuar grumbullimin e provave të forta të fajësisë kundër të hetuarve shqiptar dhe italian, që në Itali i përkasin 2 shoqatave kriminale. Dia, në lidhje me një sasi të madhe heroine dhe kokaine të trafikuar nga viti 2016 mes Ballkanit, Europës Veriore, Amerikës së Jugut dhe Puljas, ka dokumentuar ekzistencën e një bashkëpunimi interesash nëpërmjet grupeve kriminale në Shqipëri që kishin për detyrë në nivel transnacional tregtimin dhe trafikimin e drogës. Hetimet komplekse të kryera përmes përgjimeve telefonike, ambientale, videoregjistrimeve dhe shërbimeve të vëzhgimit, ndjekjes dhe kontrollit të mbështetura nga përfitimi dhe analiza e bisedave të enkriptuara nga platforma Sky Encrochat, si dhe deklarataat e 3 bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të cilat u vërtetuan nëpërmjet besueshmërisë, kanë mundësuar dokumentime ndër të tjera. Masa kufizuese të dhënë nga gjykata e Tiranës përfshin krerët e një familje të fuqishme dominante në qytetin e Durrësit, një komandant dhe një oficer të policisë shqiptare, si dhe një avokat dhe 6 shoferë të autobusëve ndërkombëtar, ndërsa masat pasurore janë vendosur përfshirë në Itali sekuestrimin paraprak për konfiskimin e pasurive të luajshme dhe të paluajshme, ndërto 9 apartamente, 4 shoqëri, 7 llogari bankare dhe 3 automjete, ndërsa në Shqipëri sekuestrimin e disa pasurive të paluajshme, 2 kompani ndërtimi, 4 restorante luksoze, një agjenci imobiliare, një rrjet televiziv me një vlerë të përgjithshme të llogaritur në disa miliona euro.